Rikthehemi sërish së bashku për diskutuar për një javë intensive për integrimin europian të Shqipërisë dhe atë të Ballkanit Perëndimor. Ditën e sotme u mbajt një takim me operatorët e biznesit ushqimor, ku prezent ishte dhe kryeministri Rama dhe ambasadori i BE Silvio Gonzato, i cili foli dhe u ndal tek rëndësia e sigurisë ushqimore si një nga fushat e rëndësishme ku progresi nuk vlerësohet vetëm nga miratimi i ligjeve, por dhe nga funksionimi real i sistemeve. Nga ana tjetër, komisionerja për zgjerim Marta Kos ka dërguar një letër paralajmëruese të gjitha kryeqyteteve të rajonit. Nëse reformat nuk përshpejtohen deri në fund të qershorit, 6 vendet e Ballkanit rrezikojnë të humbasin kolektivisht mbi 700 milion euro nga plani rritjes së BE-s. Shqipërisë i rrezikohen 67,7 milion euro. Ndërkohë ka pasur edhe një takim të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha dje me komisionerin Kos në Bruksel dhe ky e cilësoi procesin e negociatave si dinamik dhe të avancuar. Por a mjaftojnë takimet dhe retorikat? Zhvillojmë një bisedë me zotin Gledis Gjipali, drejtuesi i Lëvizjes Evropiane për Shqipërinë, ekspert integrimi. Zoti Gjipali, ju përshëndes, ju falenderoj për kohën. Përshëndetje, faleminderit. Për të nisur fillimisht nga takimi i fundit që pati kryeministri Rama me operatorët të biznesit për sigurinë ushqimore, si një nga fushat më komplekse të reformës për integrimin në BE. Doja të pyesja, si ka qenë deri më tani progresi i Shqipërisë në sigurinë ushqimore? Po, do të thosha që Shqipëria ka ecur me një ritëm të shpejt në vitet e fundit sa i takon sigurisë ushqimore, por do të kemi parasysh që është një fushë shumë komplekse, shumë dinamike, ka shumë kërkesa dhe ka një ndërthurje midis institucioneve shtetërore dhe subjekteve privat, operatorëve. Prandaj, kur flasim për standarde në këtë fushë, nuk duhet të harrojmë që një pjesë janë ato që duhet plotësohen nga institucionet shtetërore, por pjesa më e madhe duhet plotësohet nga subjektet private. Dhe këtu ka problematika të shumta që siç e keni vënë re dhe janë ndjerë në muajt apo vitet e fundit, janë bërë dhe çështje publike që janë shqetësuese, ka diskutim, ka vazhdimisht mbulim të këtyre problematikave dhe në media në rritje. Do të thosha gjë që është pozitive sepse hedh dritë mbi çështje të rëndësishme që në radhë parë kanë të bëjnë me shëndetin tonë si konsumator dhe në radhë dytë me procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kur i referohet zoti Gonzato për funksionimin real të sistemeve, për çfarë ka fjalën? Pra jo vetëm miratimi i ligjeve, thaj në fjalën e tij. Nuk mjafton vetëm kaq për vlerësimin. Pjesa më e vështirë është pjesa e zbatimit, kuptohet. Ka një sër masash ligjore të cilat janë ndërmarrë dhe do vazhdojnë të ndërmerren, por i gjithë ky korpus legjislativ testohet me zbatimin e tyre. Dhe zbatimi kërkon ngritjen dhe funksionimin e një sistemi të tërë kontrollues, menaxhues të sigurisë ushqimore, që nis që nga ferma, nga prodhimi e deri tek tavolina, tek arritja e ushqimit në tavolinë. Qoftë kjo për eksportet, qoftë për importet, pra janë të njëjtat rregullat, të njëjtat standarde që duhet të aplikohen. Dhe kjo në radhë parë është e kushtueshme, sepse kërkon një rrjet laboratorësh që janë duke u ngritur dhe me financim, kryesisht me financim të Bashkimit Evropian, por kërkon dhe investimet vazhdueshme nga subjektet private për të rritur standardet e tyre. Pra nuk mund të operojnë në atë mënyrë që kanë operuar deri më sot, sepse standardet europiane nuk e lejojnë dhe Shqipëria gradualisht po aplikon këto standarde europiane. Gradualisht, por nëse do duhem të antarësohemi në 2030-ën, do të thotë që në 2030-ën këto standarde duhet të aplikohen në tërësinë e tyre, në çdo fushë të sigurisë ushqimore, në çdo sektor. E qartë, një pyetje tjetër ku komisionerja Kos i ka dërguar me shkrim të gjitha kryeqyteteve të rajonit një paralajmërim. Pra 700 milion euro janë në rrezik nëse reformat nuk zbatohen brenda 30 qershorit. Do doja të pyesja pse tani dhe sa serioze është ky paralajmërim nga ana e komisioneres për zgjerim, apo kemi të bëjmë me një presion rutinë nga ana e Brukselit? Jo, kjo ka të bëjë me vetë procesin e këtyre fondeve që janë pjesë e planit të rritjes. Dhe siç e dim, Shqipëria ka marrë transhet e para, ka qenë nga vendet e para Bashkëmarrënia që ka marrë transhën e parë, dhe
raporton çdo 6 muaj për reformat e kërkuara për një periudhë 3 vjeçare. Çdo 6 muaj me marrjen e një raporti pozitiv bëhet dhe transhi i radhës. Aktualisht kemi hyrë në periudhën e mbarimit të vitit parë, e cila është një deadline ku janë disa çështje të cilat nuk janë bërë siç duhet, pra nuk janë përfunduar 100% dhe i jepet kjo. Cilat reforma konkretisht janë të paplotësuara? Janë një sër aspektesh, cilat Komisioni Evropian i ka vlerësuar jo plotësisht të kryera dhe për këto çështje ka dhënë një afat 1 vjeçar, quhet grace period, pra periudhë falje që ti të jepet kohë shtesë për t'i arritur. Janë të ndryshme, kanë të bëjë që me ngritje institucionesh, parafrim legjislacioni, praktika të ndryshme, nga çështjet të drejtave të njeriut deri tek ato ekonomike, financiare. Pra janë një shumëllëshmëri masash, do të thosha. Shqipëria përgjithsisht ka avancuar mirë, por duhet pat kujdes për t'i plotësuar të gjitha në mënyrë që të kemi një disbursim të vazhdueshëm, mos kemi vonesa, por edhe mund të përfitojmë nga vendet cilat janë më mbrapa, siç është për shembull Bosnia, e cila nuk ka marrë ende asnjë transh. 373 milion euro humbet Bosnia nëse nuk plotëson afatet. Dhe ky instrument lejon që vendet që ecin më shpejt të marrin dhe fondet cilat ishin paracaktuar për vendet cilat ecin më ngadalë, pra me qëllimin që mos digjet fondi, por në qoftë se të gjitha vendet janë keq, kuptohet pastaj ky fond digjet, që është rasti për këtë 700 milionë. Po ky mekanizëm, zoti Gjipali, shërben si një formë për të shtyrë vendet apo rrezikon edhe ato vendet të cilat kanë vullnet për të respektuar këto afate, sepse është 30 qershori quhet momenti i humbjes së përhershme, pra nuk i përfitojnë më këtë parade, nuk bëhet fjalë edhe për Shqipërinë për një shifër simbolike, humbet 67,7 milion euro. Po, jo, nëse ne arrim t'i plotësojmë në kohë, nuk humbasim, kuptohet. Komisionerja KOS nuk ka dashur të specifikoj vendet cilat janë më mbrapa apo cilat kanë problematika më të mëdha. E ka bërë për të gjithë vendet e Ballkanit, për të gjashtë që rrezikon. Por mbas qershorit më pas do të shohim se cilat janë ato vende cilat kanë rrezikuar. Mendoj që Shqipëria ka mundësi që ti përfitojë, pra nëse do të plotësojmë, pra do të pat kujdes edhe këto 2 muaj për të plotësuar ato çështje të mbetura në mënyrën e duhur. Gjithashtu, Komisionerja KOS në Parlamentin Evropian ka deklaruar se është e bindur se do të shohë një përparim vendimtar nga vendet anëtare për ribarin e Shqipërisë dhe raportin e ndërmjetëm që mund t'i hapë rrugën dhe fazës së mbylljes kapitujve. Sa i besueshëm është ky optimizëm dhe sa i rëndësishëm është në këtë fazë ku ndodhet Shqipëria drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, sa i realizueshëm? Patjetër që është i rëndësishëm për faktin që vetëm marrja e një raporti pozitiv të lejon që të fillosh të mbyllësh kapitujt, pra në ato fusha ku vendi është më parë, dhe të fokusohesh më pas tek çështjet e tjera të cilat duan më shumë kohë. Komisionerja KOS e shprehu në mënyrë pozitive opinionin e saj dhe për faktin që Komisioni Evropian e ka dërguar raportin pozitiv për Shqipërinë, por janë vendet anëtare ato të cilat kanë kundërshtimet e tyre apo çështjet të cilat i ngrinë dhe duan sqarim më tepër nga Komisioni apo dhe nga Shqipëria. Për të bindur që progresi në fushat caktuara është real. Pra bëhet fjalë për grup kapitullin e parë, që ka çështje të sistemit drejtësisë, luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar, prokurimi publik, pra janë vetëm këto çështje, janë 5 kapituj nga 33 kapituj gjithsej. Dhe në momentin që ne arrim t'i bindim këto vende, patjetër që do të ketë një vendim pozitiv, por ngelet punë për të bërë, pra për të bindur vendet specifike që kanë objekcione apo nuk janë bindura mjaftueshëm.
Për të rikthyer pak dhe në vëmendje çështjet politike brenda vendit, ku mazhoranca her pas here akuzon dhe opozitën që me bojkotin parlamentar, destabilizimin politik, po bën të mundur një lloj bllokade të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër është opozita ajo që me protestat e saj akuzon mazhorancën që po bën një farë buroje dhe një lloj avokature për çështje të rëndësishme që lidhen me drejtësinë, kur është e përfshirë dhe ish zëvendës kryeministra, dhe në këtë formë është dhe një test kritik për Shqipërinë dhe kësaj po e bën mazhoranca bllokimin e procesit të integrimit evropian. A kanë bazë këto argumenta dhe për ta sqaruar një herë mirë ju si eksperti i integrimit, çfarë bllokon realisht? Pra janë plotësimi i kushteve vetëm apo i jepen sinjale Brukselit që destabilizimi politik dhe gjithë situata e brendshme politike mund të krijojë një lloj frenimi dhe bllokade? Shiko, është e pamundur për t'i dhënë një përgjigje definitive, sepse kjo pyetje na ka shoqëruar, mund të themi, gjatë gjithë procesit integrimit evropian dhe besoj do na shoqëroj deri ditën e antarësimit, në mos dhe më pas. E rëndësishme është të ketë një dialog politik institucional, pra dhe këtu bën pjesë patjetër dhe opozita, sepse parlamenti duhet të jetë funksional, duhet të luajë rolin e tij në këtë proces kaq të ngjeshur, kaq dinamik, sepse janë me dhjetra qindra ligje që duhet miratohen në këto 2 vite, por dhe duhet të mbikëqyren zbatimi i tyre, pra duhet mbikëqyret ekzekutivi që e bën si duhet punën për cilën parlamenti ka miratuar ligje të ndryshme. Kjo është patjetër shumë e rëndësishme. Por ne për të vlerësuar situatën aktuale duhet nisemi nga raportet apo deklaratat vendeve anëtare apo të Bashkimit Evropian dhe kryesorja është ritmi i reformave aktuale dhe prodhimi i rezultateve, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kjo është karta më e rëndësishme që Shqipëria ka në avancimin drejt Bashkimit Evropian. Jo më kot reforma drejtësisë ka qenë gjithmonë në fokus të Bashkimit Evropian dhe është dhe reforma më e rëndësishme që e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po ky kapitull i shtetit të së drejtës vijon të jetë problematik dhe sinjalet edhe nga Brukseli kanë thënë që stabiliteti institucional është shumë i rëndësishëm. Po, do të jetë dhe për shkak metodologjisë së re të Bashkimit Evropian që e hap të parin dhe e mbyll të fundit të grup kapitull. Pikërisht për shkak të rëndësisë të madhe që ka në vetë funksionimin e një shteti demokratik dhe nuk mund të jesh pjesë e Bashkimit Evropian nëse reformat në këtë grup kapitull nuk japin rezultate të dukshme dhe të pakthyeshme mbrapa, sepse ky është një nga kushtet, do thosha, të cilat janë bërë më të dukshëm për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo edhe për faktin që ka pas probleme me vende të cilat janë antarësuar më parë, kanë bërë hapa mbrapa në aspektin demokratik. Për të mos përsëritur këtë gabim, Bashkimi Evropian është shumë i kujdesshëm dhe shumë strikt në këtë grup kapitull. Prandaj është shumë e rëndësishme që Shqipëria tregojë që këto reforma vazhdojnë, nuk ka pengesa politike dhe lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar është prioriteti numër 1 i vendit. Këtë kërkojnë dhe vendet anëtare që të binden më shumë që Shqipëria është në rrugën e dur dhe ne mund të avancojmë në hapin e ardhshëm të procesit. Për të zhvendosur në rajon, Malezi vijon të jetë vendi më i avancuar në këtë proces të integrimit në Bashkimin Evropian. A mund të ndodhë që mund të antarësohet para Shqipërisë dhe nëse ndodhë kjo, çfarë do të thotë për ne praktikisht ose politikisht? Po, Malezi është më i avancuar dhe për shkak se ka vite që kanë nisur para nesh procesin e negociatave, aktualisht është në një pozicion të mirë, është i pari në garën që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë me njëra tjetrën për të antarësuar. Shanset janë të larta për të. Sigurisht nëse do të antarësohet përpara Shqipërisë nuk do ishte lajm i mirë për ne, për faktin që Bashkimi Evropian ka problematika në procesin e zgjerimit, sepse ka vende anëtare të cilat nuk e shohin këtë proces si të rëndësishëm për vetë Europën apo për interesat e vendeve të tyre.
dhe ka forca ndryshme kryesisht spektrit djathtë, por edhe të majt ekstrem, që nuk duan që procesi i zgjerimit vazhdoj. Dhe nëse ne humbasim këtë shans të parë, nuk e dim kur do të jetë shansi tjetër i radhës, sa vite do të duhen, gjë që e rrezikon në tërësi procesi, rrezikon më pas që Shqipëria mund të bashkohet vendeve si Ukraina, Moldavia, gjë që e vë shumë në diskutim një rezultat të shpejtë të antarësimit. Dhe një pyetje për sa i përket Serbisë, e cila ndodhet nën hetim dhe nëse do të ketë një pasojë rajonale për të gjithë rajonin në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, duke qenë se Komisioni Evropian ka ngrirë 1.5 miliard euro fonde për Serbinë për shkak të presionit ndaj gjyqësorit dhe medias. Kos foli për ligje që cënojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe goditjen ndaj protestuesve. Doja të pyesja, a rrezikohet procesi i zgjerimit në këtë rast, duke qenë se Serbia ndodhet në këto kushte? Dhe si ndikon kjo dhe në procesin për Shqipërinë? Sigurisht që nuk është një lajm i mirë ku një vend i Ballkanit bën hapa mbrapa. Në fakt, Serbia ka disa vite që ka bërë hapa të tillë. Tashmë dhe Komisioni Evropian e ka deklaruar publikisht këtë gjë. Në tërësi vonon procesin për vendet e Ballkanit Perëndimor, pra kam një impakt negativ, por do thosha nëse ne dhe Malizi vazhdojmë me një ritëm të shpejt, kemi mundësi për të shkëputur, për të antarësuar, pra për mos të ndikuar nga situata e vendeve tjera në Ballkanin Perëndimor. Nëse humbasim këtë shans, atëherë sigurisht që bëhet më kompleks dhe më vështirë procesi, nëse bëhet fjalë për gjithë Ballkanin, duke ditur që të vendet e tjera kanë problematika të ndryshme, por janë problematika të rëndësishme, siç është Maqedonia e Veriut me çështjet e vetos bullgare, apo Kosova për çështjen e njohjes, apo Bosnia, po ashtu për shkak të strukturës brendshme të qeverisjes. Pra nëse i bashkojmë këtij grupi shtetesh, sigurisht problematikat janë më të mëdha dhe Bashkimi Evropian bëhet më skeptik, po themi, dhe më i kujdesshëm në proces. E qartë, Ministri Hoxha i quajti bisedimet me Kos si shkëmbim të vlefshëm dhe dinamik, por BE-ja, siç e dim, në pak më shumë se një vit ka hapur vetëm 6 grup kapituj. Nëse do t'i vendosnit një notë procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, një vlerësim? Është e vështirë për të vënë një notë për faktin që e përmenda shumë dinamik, ndryshon nga muaj në muaj. 2025 ishte një vit shumë i mirë për Shqipërinë, pra u hapën të gjithë grup kapitujt, i pari në tetor 2024 dhe u mbyllën pra hapja e tyre deri në fund të 2025-s. Tashmë 2026 ka pritshmëri dhe më të mëdha, për faktin që kërkohet miratimi i barit dhe mbyllja e disa kapitujve të parë, që do jepte edhe sinjalin për Shqipërinë që është në rrugë të mbarë me shpejtësinë e duhur. Presim të realizohet ky skenar për të pasur dhe 2026-ën një vit pozitiv. Nëse do të vonohet, pastaj do të duhet të rishikojmë, po themi, vlerësimin për këtë vit. E qartë, mirë, zoti Gjipali, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për analizën. Ishte kënaqësi për mua. Mirë, shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish së bashku për të komentuar aktualitetin politik me analistin Agim Baçi. Na ndiqni.